Papaja është një frut tropikal që ka shumë vlera kuruese. Ajo është e ngjashme me pieprin, por brenda përmban disa fara të zeza. Ky frut aziatik nuk gjendet në vendin ton, por ai ka gjetur një përdorim të madh në mjekësinë popullore. Papaja gjendet në farmacit bimore në forma të ndryshme përdorimi. Përqendrimi i vlerave të saj kuruese në produktet bimore farmaceutike është tepër i lartë. Ajo është e pasur në shumë vlera energjike, karbohidrate, sheqerna, fibra dietike, proteina, vitamina A dhe disa lloje të vitaminës B, kalcium, hekur si dhe magnez. Ky frut tropikal, i cili gjendet në forma të ndryshme në farmaci si ilaç bimor, ka dhënë efekte të menjëhershme në parandalimin dhe largimin e stresit. Gjithashtu, fruta jeshile e papajës kuron tensionin e lartë të gjakut dhe përdoret si adrozodiak. Fruta mund të përdoret për të mjekuar plagët e lëkurës, duke vendosur lokalisht mbi to. Bërthamat e kësaj frute përdoren për trajtimin e stomakut dhe infeksioneve të ndryshme, ndërsa gjethet e pemos mund të përdoren për qetësimin e problemeve të zemrës dhe për trajtimin e stomakut. Efekte kuruese kanë dhënë dhe rrënjët e papajës, të cilat mund të përdoren në mënyra të ndryshme. Kivi përmban mjaft vitamina C. Fruti i kivit është i pasur me fibra, vitamin E, kalium dhe është i përshtatshëm për kontrollimin e peshës trupore. Fruti përmban sasi të konsiderueshme të magneziumit, minerali i rëndësishëm në punën e sistemit kardiovaskular dhe të muskujve. Fruti i kivit ndihmon në terapinë e depresionit, rregullimin e diabetit, për sy, në rregullimin e tensionit të lartë të gjakut. Kivi zvogëlon stresin, pegon zhvillimin e sëmundjeve të zemrës dhe disa tipe të tumoreve. Ai shërben te disa gjendje alergjike, gripe, gastrit si dhe rruf. Është e rëndësishme të thektësohet se kivi përmban një sasi të madhe vitaminash. Ngrënia e frutave të kivit është e qartë për një zgjedhje të shëndetshme dhe kjo është veçanërisht e dobishme në këto raste. Ai pengon azmën, ndalon kolitjen, sidomos te fëmijët, mbron ADN-n ton nga mutacionet, siguron një sasi antioksidant dhe vitaminash, ndihmon në parandalimin e kancerit të zorës së trash, në sajt e një përmbajtje të lartë të fibrave. Format e saj të lëngshme, gati për të pirë dhe shije shumë e mirë e kivit, është praktik dhe përshtatet për të gjithë. Ilaçi bimor i përbërë nga kivi ka një përmbajtje të lartë të fibrave vegetale në çdo bustin. Koti fibra nuk përmban konservues as ngjyrues dhe është 100% me origjinë natyrale. Ajo që është e rëndësishme të dimë është se konsumimi i kivit na siguron një organizëm të shëndetshëm.